personale dhe profesionale? Po në proces edhe juni ka qenë një proces maratonik afër 8 vite proces, në shkollën e parë neve që Ramushi ishte liruar nga gjitha pikat akta kodës edhe zoti i Trizbone u lirun. Unë isha dënuar për 2 pika 6 vite burgim, ndërsa në shkollën e dytë ose në fakte na o këthin e rigjikim rasti, me rigjikim në shkollë të tretë papajshëm po ka të ndohëm një proces rreth 8 vite proces. Po këto dhe ky proces pa shkon për 8 vite, dhe unë besoj shumë me në drejtësi, edhe sado që e mundesh me kjo, unë shumë jam i bindur që një ditë do të jenë të gjithë fitimtarë në Kosovë, sepse ushtria e shënjimtarë ka bërë luftë të pastër dhe në asnjë rrethon asnjë njëri nga krerët e USHK-s nuk ka bërë ndonjë vepër e cila është përkrim e luftë. Zotëri Ibrahima, ju pas luftës vetë edhe u kyçet në politikë dhe u marrët me këto, por çfarë ju shtyu realisht që ti përfshiheni politikës dhe për të marrë me çështjet pastaj? Unë fillimisht kur u kthy, po të mendu me u marrë më shumë në pjesën e familjes, me një pjesë punë bujqësisë dhe nuk doja ashtu, po ishte një sistem i shumë shokëve, meshve, bashkëftarëve, që edhe në qenë pjesë e politikës, veç kur vendën që duhet me konë pjesë e politikës, atër po mendosë që të jem pjesë e Aleancës për Marinë e Kosovës, sepse tërë jeta dhe historia me lidhë me të njëjtit njerëz, këto që kom në i më të afërt të vetën edhe politikisht, po gjithsesi më duket që është rruga më e drejtë me Aleancën. Dua t'ju pyes edhe lidhur me këto, pastaj ju vetë kur hyt në politikë, atë të vazhduat takimet me qytetarët e këto. Si ishin realisht pritshmëritë e qytetarëve dhe reagimet nga juve? Që ata me Ramushin e kanë djallë motrës, po në luftën ishim bashkë, do të thotë jo si doja ne po si luftar. Pastaj procesi Hagës rreth 8 vite, janë vi 20 vite veprimtari që me kanë bo ma shumë me se sa familjar. Gjatë kontaktu me njerëz, pritshmëritë e çdo qytetari janë për një jetë më të mirë. Do të thotë për rritët për një masur ka ndohë në këtë mandat 3 herë dhe tashti të vesprej këti mujtë 45%, do të thotë gjithë të cilë që kujton fushatën e Zotit Kurti, buka do të lirohet kaq, sheqeri do të lirohet kaq, vajt do të lirohet kaq, do të shtajtohet viski, do të shtajtohet, asë të njerës ka ndodhë të gjitha elementet të qenë masë nevojshme në shtajtu prej 50% deri në 100%. Para se të kalojmë tek ky aspekti jashtë politikës, do t'ju pyes edhe lidhur me atë se si shihni ju Zotëri Ibrahima realisht Kosovën, si po qëndron